Për sot kom vendos me marru cheesecake. Cheesecake pa pjekje quhet. Selamu alaikum, mirë se keni ardhur te pitet e gjyshes. Për sot kom vendos me marru cheesecake. Cheesecake pa pjekje quhet. Atëhere, këtu janë biskutat, është buteri që duhet me shkri paraprakisht, edhe qumsht i shtojmë buteri, edhe kryet procedura që duhet me u bë biskutat që kryen. Masanena për kremin e kemi Philadelphia, e kemi krem kuzhine edhe sheqer pluhur. Kurse në fund për gazor, unë e kom përgatit përpara, është me frutamalit që blehen, unë e zi, ja qes 3 lugë, sheqer, e zi, kur zihet e bluj me blender, edhe ja qes 1 lugë të mesme, ose ma shumë varet sa punoj, se unë këta e kam për ma shumë, edhe ja qes me 1 shiste. E trazoj mirë edhe ja kthej dejta me erbalen edhe përfundon. Po ky duhet me kanë e ftoftë, për që ato edhe e kum bo paraprakisht. Tash buterin duhet me shkri. E shtojmë halten e ambër. Unë për këtë tepsi, se është më e madhe se tepsia që janë rumbullake, ja qes 2, ka 200 ml. Edhe e përsina një qëtë. Këtë më përgjit 10 minuta, 5 minuta në varet. Këtu e 180, kurse këtu e 300. Do të thonë, gati pothuajse sa krem, sa kështu duhet. Edhe që lohan. Është masa, është masë e fortë. Shëktëve një tepsi.
Ashtu e qesim lancuren sipër. Cheesecake u kry, nëse e përgatitni ju boft mirë krejtë.